tregim shumë të bukur për xhelozin është Jusufi edhe Zulejha. E kemi mësu në fakultet në letërsi shqipe, mirë po është tregim edhe nga Kurani. Zoti thot në zemër, mos ma mbush një zemër me tjetër sens se unë e kam vendin aty. Por na kur e mushim zemrën tonë me urrejtje, me xhelozi, tanë natën se merr gjumi pse një orë u ka vonu burri ma shumë. Kur e mushim na zemrën me xhelozi, Zoti thot unë po dal. Do me thonë, te femrat, te gratë, besimi largohet. Kur ka femra është shumë xheloze. A te mashkulli besimi plotësohet, sepse është mbrojtje. Zulejha e ka pas Zotin e vetë, atë idhullin. Po ajo u dashuru qatë shumë në Jusufin, gruaja e martume, sa që i vrapoj për mbrapa dhe ja kapi këmishën ja shkeu. Edhe ishte argument që Jusufi s'ka ngajt, s'ka vrapu mas asaj gruas martume, që i ka pas gruaja e Potiparit, gruaja e patronit, që Jusufi si rob ka punu. Shkon një kohë, me këtë keni me kuptu çfarë duhet me xhelozu. Kjo është histori botërore, humane e hynore. Dhe nese, Jusufi, për shkak asaj me rujt moralin e vetë, a i shkon edhe në burg, edhe akuzohet, edhe gjitha. Por, tani, Zulejha e kishte Zotin e saj. Jusufi e kishte Zotin e vetë, Allahun. Zulejha filloi me hub besimin prej Zotit saj. Edhe mori atë idhullin e thej. Do me thënë e humbi besimin, gratë, një person që është xheloz, i del besimin në Zot prej asaj. Ajo e ka pas atë idhull. Ndërka që Jusufi e përforcoi besimin e vetë. Prandaj, sepse, mirë po mas një kohë, kjo tu e xhelozu Jusufin për kush është ai Zoti ati që po e don gjithë këtë bukuri, mu s'po më don, po e don Zotin e vetë ma shumë se une. Filloi Zulejha me dhon krejt pasunin, shkoi pasunia prej xhelozis, i shkoi idhulli, besimi, e dha pasunin, e dha shnetin, u verbëru prej dashurisë të madhe që kishte ndaj Jusufit. Ndërka që Jusufi e rujti besimin e vetë. Mas 40 vite, Zulejha. Tash Zulejha e pa Jusufin, Jusuf është martu, ka bo fëmijë e tjera. Kur ajo erte Jusufi, Zoti tha, o Jusuf, kjo ka po ta donë Zotin, po më donë mu edhe ti edhe Zotin tonë. Ua, tha, e kelon mas dore Zulejhen. Ajo besimin e vete gjujti për ty, për dashnin tënde. Atëherë, çka tha, për me ta falë Zoti këto, tha, mere një mbuloje dhe qitja Zulejhes. Ja vendosi Zulejha vetëm u bo edhe maj bukur se sa qka ishte. Tash Jusufi për e donë Zulejhen se u bo besimtare, e Zoti ja tërheki vretjen, ajo e la besimin e vetë për Zotin tanë. Atëherë, qka i tha Zulejha? Tha, jo, tha, faleminderit për ty, tha, se kom dashnin ty, unë e kom dashnin Zotin te. Nga kjo kuptojmë, vajza, mos u boni si Zulejha. Po boni si Jusufi. Rriteni dashurin për Zotin, se gjdo mashkull, gjdo gjë që ka zgjedh, ka me zgjedh një djallë. Gjdo femër është djallë në veti. Mund më akuzoni. Po tash i kanë ndru pak rolet, kanë fillu mashkut më bon djallë në veti. Prandaj, mos këqyrni me zgjedh dashuri. Mos zgjedhni dashuri, po majeni dashurin ma të madhe që e kini në zemër, edhe ai veç ju të roketin derë. I thot, hej, ti, Luan, shiko bre qatë vajza pakës, ose më thamë, o Zot, bane bre Luanin e të mendon për mu. Lidhuni vetëm me dashurin e zemrës, jo me dashurin e syve, se vallahi billahi mashtroheni. Bohuni si Jusufi, mos u bani si Zulejha. Besoj se kjo është mesazhi më i mirë